Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Wow, ja pra shikues. Wow, pas ke bë art, edhe arkitekturë në ushqime, edhe mënyrën si e ke dekoru. Siç më kujton shijen e një risottos që e kem provu, e kem ngrënë në një restoran italian. Një jemi familjarisht prej e vogël e një Besjanin, sepse është djali shokut babit. Një prej arkitektëve më me zë shqiptar që i kemi, po e them pa modesti, ka shku në Kazakistan, Oman, në Evropë kemi në Gjermani. Po du me të përqafus, kom po moti, edhe s'kemi ndajt moti. Një, dy, tre shikues, mirëmëngjesi për gjithë juve, ka do që për ndishtë në këto momente, Kosovë e diasporë. Po takomi edhe një të djelë tjetër, faleminderit që na ndiqni çdo të djelë me Shija e anës në Klan Kosova. Jemi live dhe në kanalin tonë zyrtar Shija e anës në YouTube. Kisha dashur me ma bo subscribe, sepse veç 8.000 subscribers jam bo, dhe që tash hala 8.000 jam bo. Pa pare është, subscribe i bjen që bëjeni pjesë, abononi në atë faqe, pastaj kur t'ju ik diçka apo ndonjë recetë, veç ju del ashtu si për kujtim. Veç një klik shikues dhe bëjeni subscribe me Shijen e anës. Kisha pas dëshirë ta di se prej cilit shtet po na ndiqnin në këto momente, a? I përshëndes krejtëve, sidomos diasporët që çdo diel janë me neve dhe më shkruani vazhdimisht komente, mesazhe, si gjithnjë për mua një motiv. O zot, çka kemi me hangër sot, a? Hajta shtot dikur qka o janë se na lodhe me atë orezë dhe me pasta povolla. Edhe sot kemi, jo edhe sot, sepse 2 herë deri më tani kemi realizu risotto. Sot kam vendosur të realizojmë një risotto të thjeshta. Kemi parmezanin dhe qepën dhe kemi këpurdhat portobello. Do t'i pjekim dhe në fund pjatën do t'a dekorojmë me to, do t'a kuptoni pak më vonë. Faleminderit Tulipan Flower Shop që jep jetë emisionit tonë. Jana Isufi për grimi natyral shikues dhe flokëta, veç që thash lidhmi këto shishkat për para këto, edhe jemi thjesht. Ciao Berto, kreti që po dëshironi ta ndroni kuzhinën, e janë Ciao Berto sepse ka oferta. Mos u humbisni edhe kodin prej 10% me Shijen e anës kur të vini këto. Më mush diçka me frym. Jam ftofa. Ndoshta se e kam të polenin unë. Pranvera këto e ka shikues. Uji Tepelen, uji më i mirë shqiptar, do të pim sot ujë përveç ujit Tepelen, Argo Grupe ka me na ëmbëlsu edhe me santalin, lëngu natyral 100% nga Italia. Kë kemi sot të ftuar, e keni pa më promo. Sot, si çdo të diel tjetër, sepse unë gjithmonë mundohem që t'i kem mysafirët tejet special shikues, edhe sot kam një të ftuar që një jemi familjarisht prej e vogël e një Besjanin, sepse është djali shokut babit, a? Djali Axhës Ismail. E përshëndes Axhën Ismail, përshëndes Axha Ismail. Besjan Mehmeti për ndryshe shikues, një prej arkitektëve më me zë shqiptar që i kemi, po e them pa modesti, po një djalë shumë modest, shumë i thjesht, po tejet punëtor. Ka fitu shumë shpërblime të ndryshme, por muaj më parë ka fituar një çmim në nivel ndërkombëtar. Për interier, pra për dizajn të interierit, Besjani quhet për objekte të ndryshme,
objekte masive, jo vetëm shtëpi private. Misioni përveç që bën edhe mirët me dizajnimin dhe krijimin deri në fund realizimit të objekteve të vogla, villave, shtëpijave, ai merret edhe me punë më gjigante, duke filluar me projekte që kanë të bëjnë me planin urbanistik. Kosovë, Maqedoni, rajon, Ballkan, ndërtime të ndryshme, lloj-lloj ndërtese, por Besiani ka kaluar edhe kufet, ka shku në Kazakistan, Oman, në Evropë kemi në Gjermani, e kemi në Francë, në Amerikë ka shku deri në Miami. Cilat janë planet e Besianit? Çka ka ai në plan? Po, me qenë se unë jam gjysmëtollare, e di që Besiani e ka projektuar një super plan banesora, një lagje që do ta ndryshoj Tetovën. Jo kom thon babit se e ka në shtëpi atje shikus, o shit e vleri banesa atje, nuk e shes tash të vinë. Por lagja është aq e bukur që me të vërtet do t'jep një jetë, një ngjyrë, një harmoni krejt tjetër Tetovës. S'pështojmë aty për shikus. Them që të shkojmë me një reklam, sepse Besiani është nis nga Tetova, edhe i kum thonë më ardh und. E atje në Tetovë, Maqedoni, kur është dikush i uritur, i thonë njom grep. Edhe Besiani ka menarë sot grep, shikues. Shkoj me reklamën e orizit më të mirë italian. Sa mirë që e kemi në vend, Skotit, dhe sot do të gatuajmë super risotton kremoze me tipin e orizit Arborio. Mos ndroni kanal. Shikues, gjalpa pothuajse u shkri, ja këtu kemi gjalp. Dhe pa humbur kohë do të vendosim me njëherë nga vaji më i mirë italian në vend, Monini, ekstra i virgjër, pak vaj ulliri tek gjalpa, ja kështu. Ja, mjafton. Këtu pra kemi, sot do të realizojmë, do të përgatisim një super risotto, si gjithnjë. Risottoja duhet të jetë al dente, për kremozës po flas, për kremin do të ndihmoj gjalpa dhe gjati parmezan. Këtu kemi 2 kockat perimeve të supësa, me të cilin do ta zijejmë orizin, si gjithnjë për risotto mos harroni tipi orizit Arborio. Nëse s'keni Arborio, s'keni bu risotto, ha? Një qep parmezan dhe kemi kërpurdha Portobello. Në bukra, kur piqen të kurren, dhe do ta dekorojmë në fund pjatën. Pa humbur kohë, po filloj me njëherë me recetën, do të vendosim pra një qep, do ta fërgoj mirë, ja kështu. Qepa është gati, tani do ta marrim orizin. Ja, pra, kemi orizin Arborio. Ja, të vendosim kështu oriz, me tahminon e shkoj ja kështu, dhe mendoj që mjafton. Tani do të marrim kripën e detit, si gjithnjë, krip deti, ja kështu. Dhe piper të zi. Përzije mirë, ja kështu. Ja. Përgojmë kështu mirë orizin bashkë me qepën. Okej, tani është momenti që të fillojmë ta realizojmë pra ta zijejmë orizin. Si gjithnjë, pak nga pak, ju kam shpjegu, duke e shtuar ujin, ja kështu mjafton. Dhe do të përzijeni non-stop, derisa ta fitojmë masën kremoze. O zot, inhalim shikues. Atëherë, këtu kemi parmezan, jo të gjithën do ta vendosim tani, ha? Pjesën tjetër do ta vendosim krejt në fund, duke shtuar edhe një copë gjallë, që do ta bëj ende më kremoze krejt në fund. Pra, parmezani shikues, edhe për tekstur, ja, edhe për tekstur, po edhe për shije, ja. O sa mirë. Ja, po të shtojmë përsëri ujë,
Dhe do ta përsërisim derisa ta provoni orizin që është al dente dhe është gati për tu ngrënë. Po, atë çka po thon? Po e marrim tani një fortere, sepse mund t'ju them që pothuajse risottoja është gati, do ta marrim një fortere dhe do të fillojmë që t'i pjekim këpurdhat. Plot fortere, cilën më marr? Okej. Po e marrim këtë fortere. Ja, kështu. Po shkojmë me temperaturë maksimale, pastaj duke shkuar me temperaturë minimale. Dhe do të vendosim një copë gjallë dhe do t'i pjekim këpurdhat ku në fund pjatën. Do ta dekorojmë, do ta shihni një pjatë shumë e bukur që kur t'ju vinë të ftuar, po edhe për vetëm, pse jo, do të duket kinsene në ndonjë restoran. Risottoja pothuajse është gati, edhe gjalpa, ja, gati na u shkri, kështu që po i marim realisht këpurdhat, ja, i kam prej këtu ma herët, do t'i pjekim kështu, do t'i vendosim në fortere, ja, do t'i kryposim, piper zi, dhe në fund pra pjatën do t'a dekorojmë. Okej, tani do të marrim kripën dhe piperin. Do të shkojmë pa krip, ja kështu. Krip vete, ja mjafton. Piper zi patjetër. Po e shinim këpurdhat, ja. Po e shini, kanë fillu që të kurren. Qështemi na, kanë fillu me hin ujë. Se kur i prejmë këpurdhat, na duket që ka shumë. Po realisht, s'është shumë, ja. Ja, pra mund të shtojmë ndë. Ja, kështu. Ja, do t'i kthejmë tani. Okej, tani do të shkojmë me përsëritje. Ja, kështu. Dhe do ta kriposim dhe do të vendosim piper zi edhe një herë. Risotto pothuajse është gati, do ta provojmë, ja. Hajde. Shumë pëlqen orizi, shikoj sa wow. Mund të kokna. Ja, pra edhe një herë do të vendosim ujë, një copë gjalp edhe parmezanin e fundit dhe jemi gati. Okej, po i kthejmë edhe këpurdhat e fundit, ja kështu, edhe këpurdhat e kemi gati. Ja, pra për fund, copa e fundit e gjalpës. Dhe edhe parmezanin vetor. Vetëm edhe një pikë ujë dhe risotton e kemi gati. Ja, sa kremoze, wow, s'kam koment. Jemi super kremos. Shikues për 2 minuta risotton e kemi gati, i marrim bashkë pjatat. E kom mendu ma herët me çfarë pjata kemi me shku. Ja, i kemi këto, i kom të regu ma herët që i kom ble në Greqi, dhe me thoni kemi punim dore, edhe janë shumë të bukra, sepse edhe kjo ngjyra, kjo bezhi këto, ka me na shku edhe me këpurdhat edhe me ngjyrën e risottos. Kështu që, po e hangër. Okej, shikues. Fa risotto. Ja. Hajde kamera. Ja. S'ka komenta, ja. Kjo është super risottoja. Do ta marrim një lugë. Lugë, ja luga. Do ta marrim një lugë dhe
Do të filloj me këtë pjatë këto. Ja pra. Ta marim risotton kështu. Ja. Atëherë, si gjithnjë, e rafshoni risotton duke e rahur pjatën pra kështu, ja. Ju kam thënë sepse nuk deformohet rizi. Ka i zërin a falni, unë ftof. Okej, ja pra, çfarë bukuroshe. Tani, e kemi pincetën, i kemi këpurdha, portobello, që i kam pre në formë si gjysmëne, dhe do ta mbushim, ta dekorojmë kështu pjatën. Ja. Kështu. Wow, ja pra shikues. Ja, një copë arti në pjatë. Ju bëft mirë. Kur ta gatuani, dora mu diq, dhe zilja. Erdhi Besian Mehmeti, po shkojmë të hapim derën dhe shpresoj që nuk e kam shkënjyer. Wow, të shohim çka na ke bo. Ne, se di, ki thonë risotto. Arkitektur në gatim. A më pëlqen? Art. Shumë bukur. Ku është piruni se unë jam grep jo? Ti ke afshaj shikus kart, grep kart, unë, Besiani prej të tovës, pirunin tash, salvetën tash, kariga tash, krejtë të sillin, kemu knaq, keme unë gop jashtë shikus, kjo është pjata për mu, edhe ca ke ka atje pak. Unë s'jam shumë mund, kështu që fillimisht mirë mëngjesi, po du me të përqafus, kom po moti, edhe s'kemi ndajt, moti. Tash shikus, një jemi prej fëminia me Besianin, faleminderit Besian që kjo artë është Janës. Kënaqësi, faleminderit edhe ty për ftesën. S'pa përse, më shumë kënaqësi, ble shumë veta më shkrujtë në thanë, sa ide e mire ke thirë Besianin, tash po bre, Shiane si kam mbush 4 vite edhe e kam kënaqësin që në këtë 100 plus të ftuar, do të kemë rastin me t'intervistu sot. Arkitektur në gatim, apo? Arkitektur në gatim, ky bën shumë arkitektur, që do të flasim për arkitekturën tënde, por do ma vlerësosh edhe mua pjatën. Fillimisht shikuesit po na shohin në shkolla për marketing, mos na ftofët risotto, sepse risotto nuk hahet e ftoft. Thuaj shikuesve marketing, mos ndrojnë kanalin se kthehemi shumë shpejt. Mos ndroni kanalin, marketing, kthehemi pas pak. Shkuma, shikues po shkojmë, se ju kemi prit juve, nuk e lash as Besianin me hëngër. Wow, pas ke bë art edhe arkitektur në ushqime, edhe mënyrën si e ke dekoru, edhe kombinimin e pjatës, mënyrën si i ke pozicionu. A më të pëlqen? Po. E unë jem një fat detajiste, po ta sugjeroj, po kur ta merë rizin, e jo, merë me këpurdën bashkë. Po. Merë me një këpurdë, edhe shikues o zë. Se që më kujton shijen e një risottos që e kem provu e kem ngrënë në një restoran italian në New York. Që? Po. Që është kompliment për mu. Ama, shiku se nuk ka fort modest Besiania, pa ta të klupa, gripën. Pak po. Për mu është shumë regu. Po, a? Po. Për mu pak e klipur shiku se mos harani kockat e supave, kanë vetë krip. Unë pak e të prova. Tash kemi edhe x lloje të këpurdhave, Besian po mendova që portobello do t'i shkonte shumë kësaj pjate. Edhe i shkon shumë. Unë tentova një herë tash të marrë një lloj tjetër këpurdhave, t'i fërgoj ato t'i prej kit kocka imte, pash një recetë internet shikues, që ta ketë edhe orizi shijen e këpurdhës, por mendoj ma mirë që se pas na bo. Nuk e bona shkaku i kohës, po mendoj që ma mirë që kemi një kontrast. Kemi këpurdhë dhe kemi një risotto me gjalp dhe parmezan. Shumë e mirë. Kemi një Pëlqeu shumë. gëshetim shieve. Po të pëlqen? Shumë. Boft mirë, kënaqësi për më shikues për të thuar dhe ju pëlqejnë recetat. Sa kene kemi në kamerë, se pi pret pjata. Hajde sa ki provaj pak? Provaj, që po lëviz sa kemi në kamerë shikues, hajde ta shumë mi pëlqen. Me dorën e majtë është me majtë ronirin, me djathën po hanë. Ha, ca ke?
Më kënaq. Wow, E mirë? perfekt. Hajde kamera ca kjo avër, hajde t'i tregojmë. S'kom qam ju tregu kremozë se iku, po do të shkojmë të pjata Besianit, ja. Unë e fshiva, ja, kështu. A e mirë se kështu i hongë, edhe në harova që ku s'ka. Më mirë. A e mirë? O, shumë po vjen mirë. Fillim me shikues Besiani më tha, e du peshkon, e du mishin, Okej, tash pi bëj peshk, po se di pse kur u zgjova sot tash çaj kisha bori, zotë kur më ka shkruar në telefon tash garant ka ma dështu s'ka me arë, i ka ndodhur diçka. Tha po të shkruaj tha për recetë, në thari zotë, tash njëjtë komendu pse ndrove. Jo se nuk më hashtë peshk. Mundohem një javës ndoshta një herë të konsumoj peshkun. Po ashtu, si ty edhe mu sot thash po më ha risotto. Po. Zakonisht ditave diela. Në fakt është e kam edhe si luks që ditën e diel të ha ushqim në shtëpi. Edhe mblidhemi familjarisht gjithë. Sa mirë, Po. ceremonisht. Ceremoni, po, edhe është orizi, ushqimi kryesor, që e han për drek, dhe kombinimi është i ullëshëm. Ka raste ku kombinohet me këpurth, me mish të qoftë kuq ose mish të bardhë, kështu që si e diel që është ashtu më kujtu orizi. Sa mira, o veç të boftë mirë Besian. Faleminderit. Të boftë mirë, unë kam izoruar për ty. Qa Alberto të dhuron një kupon prej 20% ullje e ke pa afat. Faleminderit Qoftë shumë. për kuzhina, mobilje, dyshekun Magniflex. Shumë A faleminderit. gjë si smile që janë një dyshek të mirë për Magniflexit. Do t'ja Një dhuroj se si dysheku më i mirë. ashtu, do t'ja dhuroj si dhuratë. Faleminderit shumë. Boftë mirë, Ty e shikues. çao Bertos. Ha? Po. Ty e çao Bertos. Albertos, bashkimit. Shikues ujë të pelen, të konsumojmë produkte vendore. Ujë shqiptarja e kemi alipash të pelenën. A ke pi ma herët ujë të pelen? Kam pi, po. Oje, ti je artist, ti je arkitekt. A folem për detajet, Kam për pas pjatën, fatin për që ta Ha, vizitoj edhe Kalane Ali të Pelenës, kam qenë edhe njani. po edhe unë kom qenë janë në knatësi. Du me thënë, qa që më ka bo për shtypje ky dizajn në shikues, ha? Alipash të pelena, se ishëm duke folë për detajet, ti e thash artist edhe ma komplimentove pjatën, por e unë kur e kam pa këtë shishe, kështu jo pse e kam bashkëpunëtor, kom thonë, wow, më ka emocionu. Në fakt është një redizajn, se ka pas një dizajn më herët ndryshe, edhe personalisht më pëlqen edhe mu. Sa më e thjeshtë është më e mirë. Kemi shumë për me folë për ty, unë do ta letë të shetë me hangër Besiani, pse nuk e pas ka kompleksën e kamerës fare, sepse ti edhe jemi shnu me kamerën, merë pjesë në konferenca ndryshme, takime në botë, ndeke me mikrofone, i ke punë shumë mirë. Po, që shki punë me kuzhinë, po na interesant, qa ke provu me gatu? Ku ke dështu, ku ke pas sukses? Në fakt, punën e gatimit kisha thonë se ndoshta e kam kështu periodike. Një kohë jam aktiv, një kohë nuk jam aktiv. Në periudhën e fundit ka qellu që mos jem fort aktiv, po duke filluar nga koha kur kam qenë studime, kam qenë jashtë larg familjes, kështu që do s'do është dashur që diqysh të kyçem në kuzhinë. Mandej ka pas një periudhë tjetër ku nuk u ktheva në shtëpi, më pas përsëri kam qenë jashtë, përsëri është dashur që të angazhohem në kuzhinë. Biles i kthehem kohës kur kam qenë si nxënës në shkollë të mesme, vitin e tretë në Amerikë, konkretisht në Arizona. Është hera e parë që isha jashtë edhe larg familjes për një periudhë më gjatë kohore, nga afër 10 muaj nëse s'ka bëj. Edhe ishte interesante për mua, me që aq më shumë që bëj fjalë për një pjesë të Amerikës, është Amerika po në pjesën juglindore, ku kultura meksikane ishte shumë e theksuar, edhe për herë të parë aty edhe kam provu këto ushqimet meksikane që ne botërisht apo njihen. Megjithëse ushqimin e kishim gatshëm atje, na servohej si pjesë e qëndrimit te kjo shkolla. Po përsëri, kohë pas kohe duheshte, me që jetonim aty në konvikt, duheshte të gatuim edhe vetë. Çfarë provove?
Po ushqime nga më të ndryshme. Fillimisht këto domethënë ato tacot edhe këto edhe për herë të parë në fakt kam provu edhe këto atë groshën meksikane që ishte interesante sigurisht në atë kohë për mua. Pasol shikusa, groshë sa më. Po, pasol. Grosh. Ne nifemi për groshën tonë. Tetova shikues është e njohur për groshën e pasul. Po sigurisht edhe ato. A ke provu me gatu? Këtu çka ke provu? Tetov, çka ke gatu diçka që ke shkuar dhe i ke bërë vetes diçka. Mami s'ka qenë aty. Ndihjo, zakonisht ndihmojnë gjatë përmenda ditën e diel, atë drekën tonë familjare. Mundohem që të ndihmoj sadopak në atë pjesën e përgatitjes, ndoshta ato parahaje, të këto salata, të këto, po e pranoj që nuk është se jonë dhe aq i suksesshëm në gatim. Ama gurman, shikus sa dush. Po mendoj se kam një shije të hollë edhe në gatim dhe di ta vlerësoj, po. Vlerësove këto? Absolutisht. Ta gatuajnë shikuesit? Ja flenë sot ditë e diel, po na shohin? Po, mendoj se është ushqim më së qelluar për një ditë të diele. Ja ku e ke kamerën, ja folju shikuesit. Ashtu, ndiqeni shijen e anës edhe mendoj se në mënyrë shumë të detajuar edhe je duke i sqaruar mënyrën se si të gatuhen ushqimet që i bën në emisionet e tua, veçanërisht edhe ushqimin e sotshëm, i cili megjithse është kaq i shijshëm, por në esencë realisht është edhe shumë i thjeshtë, se edhe kam përshtypjen si në arkitekturë edhe në gatim, gjërat e thjeshta janë më të mirat. Edhe vish deri te ajo thjeshtësia, mendoj se është e vështirë. Kur i kom bo babet në shpeshikues risotto, çka ke bërë? Tha,ëris. Po shkoj me marketing, shikues kthehemi shumë shpejt. Mos ndroni kanalin, qëndroni me Klan Kosovën, dhe shihen e anës Besian Mehmeti, një prej arkitektëve të shquar shqiptar, po e them kështu. Shumë i suksesshëm, tejet modest, po e shihni sa është i thjeshtë. Do të flasim shumë për të tani, kështu që do të jetë një intervistë mjaft interesante, si për ju edhe për mua, sepse i raport që po intervistoj. Kënaqësi që e këtu. Faleminderit shumë. Marketing. Shikues, u rikthyem nga marketingu, për ju që sapo jeni zgjuar, me neve sot është arkitekti i mirënjohur shqiptar, po them një prej më të mirëve që kemi. Dikush nga ju po na sheh dhe s'ka dëgjuar asnjëherë, futuni në Google Besian Mehmeti dhe mund t'i shihni edhe punimet e tij, e kemi nga Tetova. Unë kam fatin që e një prej e vogël që është djali i shokut babit, Axhës Ismail. Interesant po vjen të intervistu, por fillimisht po ta të dhuroa sa aroma më herët, tu ke disa nga produktet më të mira italiane, e ke edhe arborion brenda, ja merre. Mundesh me lënë atje. Edhe mandej pse jo, kur ta shohësh në YouTube emisionin, provoj bëj këtë risotton e sotit. Po ne vetë, befasoj një të diel familjare. Një korrigjim të shkurtër, se nuk është intervista e parë, në fakt është intervista e dytë që jemi duke e bë. Nuk kujtohet viti, duhet kishte qenë 2018 ose 2019 në emisionin Jeta. Jeta, këtë kom pas atje shumë intervista shikues. Pas na harrove se janë bë mahalla. Po, patjetër. Po vjen mirë pra që pas na menu ma herët na veshe, pas na post. Bravo, një zor përfitje për mua shikues. Këtu e kemi Besian, Santallin, e kemi nga Argo Grupi, të Pirena Qepi, pyte ma herër ujit. Kjo Santall italian është 100% nga frutat, nuk ka shtesa sheqeri, na bëft mirë. Sot shikues me multivitamin po shkojmë. Edhe gëzuar nga lartë, racit që të kam këtu. Sot mendoj ta ndrojmë rjedhën e emisionit. Mos shkojmë me pyetjet e mia, po të nisim direkt me publiku pyet. Kanë ardhur komente, kanë ardhur pyetje shumë interesante. A je gati? Po, mendoj se po. Hajde. Çfarë na preferon të bëjmë pas fakultetit? Mendoj se është mirë mundësisht të shëtisim, jo vetëm arkitektët, por në përgjithësi, kushdo qoftë, çfarëdo lloj profesioni, të shëtisim, pra po them, sipas mundësive. Fillimisht vetë
shtetet nga ku vim, qoftë Kosova, qoftë Maqedonia, qoftë Shqipëria, kanë vende dhe momente të ndryshme që duhet t'i njohim, po nëse mundemi, ose nëse munden që dalin edhe jashtë kufive, aq më mirë, përpara se të fillojnë që të fokusohen te konkretisht puna që duhet bëjmë. Besoj se një arkitekt ose arkitekte ka bërë pyetjen. Aq më shumë vlen kjo për një arkitekt, me që kjo shëtitja që them unë, sigurisht që do të lej mbresa te vetë ata për karrierën të cilën do duhet ta vazhdojnë. Do të inspirohen. Unë kam pas fatin që edhe gjatë studimeve bile të mund të shëtis edhe të konkretisht çdo verë kam ndjek shkolla verore ose këto punëtori workshope, duke shku nga kujtohet Helsinki vitin e dytë, nëse s'gaboj, në Porto, në Rotterdam, edhe këto përvoja sigurisht që në nëndije kanë ndiku te formësimi profesional. Kështu që jo vetëm pas studimeve, por sipas mundësive edhe gjatë studimeve sa më shumë të shëtisim. E përmendëm edhe një detaj kur ishim duke hangër, që the në moshën 16 vjeçare për herë të parë do të ikje larg, do ta leje shtëpinë pasi patë fitu një bursë që shkon në Arizona të Amerikës. Edhe në atë kohë kanë konkurruar sa? Ishte një konkurs për edhe i hapur për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme që ishin viti i dytë në atë kohë. Shqiptar, Maqedon, krejt? Krejt, gjithë Maqedonin. Nuk më kujtohet, po me siguri kanë qenë në base edhe mira që kanë konkurruar dhe unë pata fatin që të jem një nga 5 nxënësit që e fituan këtë bursë. Ishe i vetmi shqiptar. A u befasova? U befasova, sigurisht që u befasova, megjithse sigurisht që ishte një proces i cili fillimisht një herë duheshte të aplikosh, më pas duheshte të shkruash një esej, të hysh në SAT test, një intervistë me këta ishin disa përfaqësues të asaj organizate nga Amerika. Dhe domethënë ishte një proces i cili mbase nëse s'gaboj zgjati ndoshta 3-4 muaj. Dhe kur e mora lajmin që jam fituesi atij bursi, ishte si thonë, dream come true. Po e lidhi. A u mendua që Ismail 2 herë me të lëna ajo? E kam pak kështu e kam harru, po mendoj se ishin shumë mbështetës në këtë ide për të shku. Megjithse po, kur e kujtoj tani kam qenë goxha i ri, 16 vjeç. Po ideja ishte që në fakt vetë edhe organizatorët e këtij ti them rrugtimi, idenë e kishin që mbaron vitin e 3 dhe pastaj në vitin e 4 kthehesh që ta ndash atë përvojë që ke fitu me shokët tjerë. Sa mirë. Kur do të martohet se la nam? Është një pyetje, mendoj është një temë që nuk është se forte diskutoj kështu publikisht, po bëjmë impresion ajo? Sigurisht, po me kismet. Me kismet, edhe në po thëmë, se edhe në komat presionin kështu, baba, u plake, hajde dhe është e miro, thështë, po të kopjoj ty. Sa rëndësishme është hapësira në arkitekturë dhe si ndikon në gjendjen tonë? Është sigurisht që është shumë e rëndësishme. Domethënë formësimi i hapësirës besoj se edhe si gatimi ka të bëjë me shqisat tona. Dhe megjithëse arkitektura është shikim të parë shumë kështu vizuale, po sigurisht që ndikon edhe në shqisat tjera, qoftë psiqike. Sigurisht, po. Qoftë edhe me shqisat e prekurisht, shqisat e nuhatjes, e kështu me radhë. Si është të kesh motër binjake? Besione e ka dhe Besianën, shikues, e kam shoqa. Po, në fakt nuk e di si është mos kesh motër binjake. Edhe është fantastike. Është fantastike të kesh motër, si e para, po aq më shumë nëse e ke binjake dhe po duhemi shumë. Ola, janë 3 vllazën edhe një motër. Super motër. Ne jemi më të vegjëlit. Të falë Besiana. Edhe Samira gjithër që kanë njënëm, a gja Ismail, kushtu që Besiana dhe Besiana, sa bukur. Në cilin shtetë të Ballkanit realizohen projekte më unike? Pyetje e bukur.
Aktualisht, në këtë kohë, Tirana është kthyer një qendër jo vetëm ballkanike, po botërore arkitekturës. Nuk e di nëse e dini, po aty janë duke vepruar arkitektët më të mirë të botës. Kur them arkitektët më të mirë të botës, sa për ilustrim për futbollistët si kur të luaj Messi dhe Ronaldo aty. Dhe sigurisht që ajo ka përpastite veta për zhvillimin e arkitekturës si domethënë lokale në Shqipëri, po ka një tjetër ka edhe disa, nëse mund t'ju them si mangësi, me që arkitektët e vendor e kanë goxhat vështirë që të konkurrojsh me më të mirët e botës. Edhe ne kemi disa përpjekje për të bërë disa projekte atje në Shqipëri, në Tiranë dhe Shqipëri përgjithsisht. Po ta shohim, është një proces. A ka pëlqyer kjo ndërtesa me portretin e Skënderbeut? Është një ndërtesë shumë kontroverze dhe diskutohet jo vetëm në qarqet them kombëtare, po edhe ndërkombëtare. E ka jo një idenë e vet. Po duket bukur. Ka një vizionin, po. Shesh aty ashtu, mënyrën se si është pozicionuar, sigurisht që është mbreslënse, për dikën që për herë të parë paraqitet aty te sheshi Skënderbeu dhe sheh një objekt këtill, sigurisht që është mbreslënse. Ka pëlqyer ideja? Unë mundohem të shoh përtej asaj që duket aty. I njoh personalisht, i njoh edhe arkitektët që e kanë punuar këtë projekt, e di atë mënyrën e të menduarit, mendoj mënyrën e konceptimit të projekteve që i bëjnë. Personalisht më pëlqen si arkitekt, rrjedhimisht edhe ky objekt. Mendoj se është një prej atyre si them njollave që lehen në arkitekturën bashkëore të Tiranës. Me që se jemi të Tiranës, çka i mungon Tiranës si arkitekt që je, si një artist, ekspert i kësaj fushë? Kështu, Tirana dita ditës që mendoj gravitoj shpesh, shkoj në Tiranë, isha jo më larg se para disa ditëve atje. Më vjen mirë që hapësira publike është duke u trajtuar mirë më mirë, me që gjatë kohë ishte ajo pjesë e zhvillimit urban dhe arkitektonik që sigurisht e lën pak pas dore. E di që këto kullat që po zhvilloni janë kështu kontroverze, sigurisht që mund diskutohet nëse është mënyra e duhur për të zhvilluar një qytet apo jo, edhe pse ka një kështu zhvillim ose një trend global ku qytetet duhet të densohen me qëllim që mos shpërndahen edhe të okupohen apo toka pjellore dhe fushat, por pra po them, është diçka për që një temë që mund të është e thellë pak. Ja, shumë e thellë. E fundit nga publiku, se hala se kam nisë. Cilës projekti që e veçoni më shumë në karrierë? Është e vështirë, them drejtën, për të bërë një projekt. Secili nga projektet që i bëjmë është lën një mbres, qoftë unë, qoftë ekipi me cilët bashkë edhe i bëjmë projektet. Sigurisht që projektet që kanë ndikim më të gjerë në publik janë më të dëshiruarat. Nuk e di, për momentin tani më kujtohet një shkollë që e kemi pas bërë në Shkup, me cilën e në fakt edhe morëm për herë të parë çmimin si arkitekt më të mirë të vitit, bëhet fjalë për vitin 2019. Dhe kur kujtoj se në atë shkollë do të formsohen edhe do të inspirohen gjeneratat e reja, sigurisht që më bën gjë mbi. Diçka që do të jetoj përgjithmonë. Po. E bukur kjo. E tash flasim për ty. Ishem pyetët për ty, po tash unë e përshkruaj kështu. Krijt në intro të emisionit fillim e kam cek që së fundi muaj më parë, tani së fund para 4 muajve, 4-5 muajve, ke fituar çmimin e parë në nivel ndërkombëtar. Të flasim pak për këtë çmim, ku ke fituar në dizajnin e interierit. Në fakt është çmimi nga Share Architects. Bëhet fjalë për një
event i cili mbledh arkitektët më të mirë të, nëse s'gaboj 22 vende kanë qenë konkurrues në 120 projekte të kategorive të ndryshme. Edhe gjitha këto ishin të ndara në tre kategori. Kategorinë e objekteve të realizuara, kategorinë e objekteve të së ardhmes, domethënë që ende nuk janë të realizuara, dhe kategorinë e objekteve e interierit. Ne konkurruam me një projekt interieri i cili kisha thënë kështu është relativisht modest në intervenimin që bëj fjalë për një godinë ekzistuese, një objekt ekzistues në qytetin e Ohrit. Një bankë atje në Maqedoni na pa kontaktu neve për ta dizajnu ekspoziturën e kësaj banke në Ohër. Dhe ky objekt ishte dikun i viteve 30-ta. Wow. Po, ishte objekti me këta, po, ka qenë vil, mandej është transformu në objekt komercial dhe ishte i lënë pak mbasdore. Intervenimi ynë kishte të bëjë më tepër në, sigurisht ishte interier, po me që ishte objekt në mbrojtje, nuk guxonim që të bëjmë një intervenim tjetër jashta, po bashkë me klientin vendosëm që ta lëm vetëm me tulla kështu jashtë dhe intervenimi të jetë shumë kështu minimal dhe të ekspozohet ajo karakteri i këtij objekti dhe fakti që ne i dham një jetë të dytë këtij objekti, mendoj se u vlerësu maksimalisht nga juria ndërkombëtare që ishin pjesë e kësaj gare. Kishte edhe shumë projekte tjera nga Kosova, kishte nëse s'ka bëj 5-6 projekte nga Shqipëria po ashtu. Dhe domethënë ishte një përfaqësim, kisha thënë dinjitos i arkitektëve shqiptar. A pritë? Them drejtën nuk e prisja. Sa bre që ka modest? Shif, aty ishin arkitekt nga Anglia, Holanda, Austria, Zvicra. Okej, kishte edhe pjesën e Çeki, Ballkanit, kishte Shqipëri, Bullgari, Kroaci, kështu. Kështu që vetë fakti që ne hymë në atë listën e shkurtër, ose short listën, ishte një kënaqësi për ne. Dhe edhe mënyra se si organizohen këto evente, pjesëmarrja aty, personalisht për mua, se ishim edhe bashkë me një pjesë të ekipit, ishte një kënaqësi edhe ndoshta edhe ajo mospasja e asaj bare se duhet të konkurrojmë, duhet ta fitojmë, na dha një lehtësi edhe besoj se ka ndikuar edhe për ta fituar këtë çmim. Domthonë ishte një prej 3 çmimeve kryesore. A të dhan para ajo? Jo. Jo? Jo, se interesant është, zakonisht kur përmenden çmime në këtë fushën tonë, ka edhe tjerë që mendojnë se transformohet ajo në vlerë monetare, po çmimi që mendoj ky vlerësimi, e dini, nuk ka çmim. Është interesant, s'di si ta përshkruaj, po nuk ka çmim. Është më shumë se vlera monetare dhe është shumë e mirë. E kemi një kështu një trofe, po. Megjithëse të kemi nga Tetova dhe një mëngjes tetovare. Okej, shikues, ju që keni qenë Tetov, e njihni Tetovën, qendra e qytetit. Në qendër qytetit ekziston edhe ajo rruga e Tetovës të vjetër, ku ka shumë leblebitore, patlia. Ato ndërtesa aty që kanë ngel në viteve 20-ta, fund 20-tave, fillim 30-tave, mu emocionojnë shumë. Sa herë shkoj fotografoj, jo ndo me do figura, do luan, e tjerë. A ke mendu bre diçka me bo me ato, a me ndonë shtetit, mirat, ti restauroj, ti ruaj? Në fakt, deri tani nuk është se, për fat keq, nuk është se ka pas në një strategji, se si të... Shumë emocion ajo, nuk e dim, kur kalojnë atë rrugë, edhe ajo kushtë në mbërtorja Amfora, pak më lartë, edhe në këthes që është afër xhamisë, është një ndërtesë. Edhe ajo është, wow. Po, në fakt, edhe në Tetov, edhe Tetova shquhet për shtresimet në zhvillimin urban dhe arkitektonik të saj. Domethënë ekzistojnë godina nga koha e mesjetës,
Sigurisht që ka edhe fragmente të antikvitetit, nështë mendoj janë jashta zonës urbane, po shquhet për shtresimet nga vitet ndryshme që shpeshherë edhe mendoj se nuk është edhe fort jemi të vetëdijshëm. Sigurisht, Tetova shquhet për, domethënë për xhaminë e Larm ose xhaminë e Pashës, si shquhet në mes nesh, shquhet për Teqen, për Hamamin, po ka edhe objekte si këto që i përmendet, janë objekte rezidenciale të cilat janë ndërtuar, janë konceptuar dhe ndërtuar dikundi në fillim të shekullit të kaluar, ka pas një hof ndërmjet dy luftrave botnore, dhe ata sigurisht që i japin një frym urbane dhe qytetare dhe të qytetit. Si që thash, për fat keq deri vonë nuk është se ka pas një strategji për ta zhvilluar dhe për ta konservuar këtë pjesë të qytetit. Kohëve të fundit po ndigjoj që po vedisohen qoftë kështu edhe banorët edhe një shtresë e re qytetare aty. Por mendoj se le shumë për dëshiruar dhe besoj se edhe unë jam mundohem në mënyra të ndryshme që të kontribuoj dhe të jap një si të them një diçka nga vetja që qyteti nga ku vi tjetë më i mirë. Tjetë më i mirë, vërtet, sepse në lagjën ku je rrit te, që është në qendër të Tovës Shqipërisë, ka filluar edhe atje një trend si i Prishtinës, ka jetu një familje 5 anëtashe, me kojshin po i prishin shtëpit, po bojnë ndërtesa. Ka fillu. Po, megjithse, s'është që edhe po më pëlqen, po edhe s'po më pëlqen. Po, megjithse vrapa është drypse të vrapa. Po. E këtë. Ka një zhvillimet e fundit këto ndërtimet i kanë zhvendos pak në periferi, që mbase është nga njëra anë edhe e lehtëson qendrën, ose atë presionin në qendër për të ndërtu. Plus po rritet Tetova në këtë rast, ka rritje. Duhet jemi të vetëdijshëm që qytetet, si edhe organizmat janë të gjalla dhe transformohen, dhe nuk është se mund t'i konservojmë edhe të mbesin kështu paprekura. Vetë fakti që arritet edhe numri i banorëve, për dallim prej shumicës qyteteve në qëndri që ka stagnim ose rënje, Tetova nga këto matjet e popullatës fundit që janë bërë, ka figuru që ka një ngritje, base e vogël, po ka që është përsëri për tu përshëndetur ajo. Dhe tani ky zhvillim sigurisht që duhet kanalizohet, edhe janë autoritetet atë që duhet ta kontrollojnë këtë punë. Më ka pëlqyer e ke fitu një projekt, një Tetovë re, ndërtesa të bukura, të bardha. Po. Hajde shkurt pak edhe për këtë pjesë të luftë. Kështu ishte interesante se edhe vetë klienti ishte ambicios për bë një vepër e cila krahas asaj pjesës t'i them komerciale, të duhej, ideja ishte që të lëm një shenjë të mirë, edhe t'jetë një shembull se si mund të zhvillohet ajo zonë, siç thash, një periferi, pjesa periferike e qytetit ose pjesa e re e qytetit të Tetovës. Klienti jeton jashtë apo në Tetovë? Është një familje të Tetovës, njëri nga pjesëtarët, për fat të keq nuk është mes neve, ishte një shok im, edhe ai duhet ta theksoj që ishte vizionar edhe me guximin që e kishte që ky zhvillim të jetësohet. Aktualisht është në fazë ndërtimi dhe më vjen mirë kur ndëgjoj edhe nga qytetarë të tjerë edhe nga sigurisht edhe nga kolegë kur merret si shembull se si mund të zhvillohet ajo zonë siç thamë e Tetovës.
Jo vetëm për Tetovën, se ne pavarësisht se jam i Tetovës, zyrën e kemi në Shkup, po edhe zhvillimet e fundit që janë duke u bërë atje, mundohemi që qoftë me përvojën edhe ndërkombëtare që e kemi, po edhe të them bashkëpunimet që i kemi me studiot e tjera, që këto frymat t'i sjellim sadopak edhe te ne. Falim pak për Prishtinën, pa da shojnë shumë shikues në momente. Prishtina jo është mbi ngarku e mbi ndërtu, po nuk e di. Unë ka njerë të kam uqu kjo tokë kështu o boni ka të rahur. Ata që s'jetojnë Prishtinë kërë për të në na pëlqen shumë, o rrit, gogja shumë. Është interesant, është një trend gjithandej, domethënë çdo herë të huajt kur vinë juve duket interesante, ndërkohë që për vetë banorët ose ata që gravitojnë çdo ditë, po i duket jo vetëm për Prishtinën, është e njëjta po të shkonin në Tiranë, kam dëgjuar nga vetë ku e përmendëm Tiranën, po edhe në Tetovë po të vini ose në Shkup. Po kur ta kujtoni, më kujtohet një përvojë që pata me një arkitekt ishte anglezaj, patar në Tetovë. Edhe nga një workshop që patëm aty, ne reagimet ishin pak kështu kritike, jo nuk bën, jo kjo, jo ajo, pa e thoshte, ai në fakt ishte punu në Mexico City, në Singapur, edhe i dukeshte pak se edhe qesharake që po ankohemi në drejtim, me që realisht, jo vetëm e përmendëm Tetovën, po edhe Prishtina, kam përshtypjen se me pak me disa lëvizje të vogla mund të sistemohet shumë shpejt. Hajde me rëndor Prishtinën. E kanë lënë është ndorën e një prej kolegëve të mi, edhe është ama ai kolegu vet ko kanë gjumë, unë bukur. Falë që po e them. Po, unë kam pas mundësi një rast që të jem pjesë e një grupi më të madh, që të bëhen disa studime edhe kështu të shihen mundësi se si mund të intervenohet. Sigurisht që nuk është e lehtë, të intervenosh në një qytet të ndërtuar, mbas edhe mbi ndërtuar, por jo vetëm unë, po arkitektët për nga natyra duhet jemi optimist, edhe jam i bindur se me disa lëvizje të duhura dhe të caktuara, mendoj se mund të përmirësohet gjendja. Çka të pëlqen Prishtinë dhe çka të pëlqen? Hajde. Jo, zakonisht kur i referohemi kështu arkitekturës edhe urbanizmit, çdo herë shohim atë anën materiale, në kuptimin ndërtesë, diçka çka shihet, çka preket. Megjithatë, ajo që shumë qyteteve ju mungon është gjallëria, jeta. Këtë e ka Prishtinë. Edhe është diçka që edhe duhet të kultivohet. Edhe është kam përshtypjen, edhe jam e bindur te kjo se kultivimi i këtyre gjërave që nuk janë materiale, siç thash kjo gjallëri, kjo jetë, është shumë më e vështirë se sa të mund të kontrollosh diçka që është materiale, që është e prekshme, konkretisht ndërtesat dhe këto. Edhe sigurisht që duhet të studiosh dhe të thellohesh për të dhënë një zgjidhje, qytete si Mexico City që rriten për 30.000 banor në javë, 30.000 banor në javë që rriten, mund gjenë zgjidhje e ku më ne që jetojmë në këtë qytet. Ata ndrojmë, po na janë atë mrapsht na shqiptarët. Ka të shkojnë, ka për njënë në fshetë të trinë që dojnë, hajtë ndryshoj pyetjen. Ti çka kishe me ndryshu në Prishtinë? Nëse e kishe ti ndorë si arkitekt? Pyetje për 2 gjana, 3 gjana që do t'i ndroje? Jo, mendoj se kjo çështja e mobilitetit është qarkullimi i trafikut është diçka që është problematike gjithandaj për secilin qytet, për secilën metropolë. Edhe zgjidhja e qelluar e trafikut do ta kishte lehtësuar sigurisht edhe domethënë edhe
frymarrjen e qytetit. Po çaj për shembull që kolegu yt ka shku ka mbyll rrugë pa kriju rrugë të reja. Ha, çish është e përshkruan ti këto? Duhet ta them edhe këtë që qytetet duhet bëhen për qytetarët. Po da. Kur them për qytetarët, për këmbësorët e jo për automjetet. Tani nëse është bërë më herët ose më vonë është çështje për të diskutuar. Megjithatë se duhet të transformohen dhe të jenë si thonë human friendly apo është pa diskutim. Ama Tetova është e rrafsht. Është vend i biçikletave. Prishtina është kodra, i kanë zgjenuar rrugët, ai ke pa për ciklistat, as po kemi na s'ka ciklista. S'është qyteti i tillë. E kuptoj. Është si them, është sfiduese, po më kujtove San Francisco. Larg shkojmë San Francisco. Kur e tha këtë kondrinore, edhe ajo shquhet për ato kodrat e veta që i ka. Po edhe atje, pavarësisht se tereni ishte i tillë, avlonte nga ciklistët. Interesant. Të gëzëm shumë. Misian ishte kënaqësi që të intervistova, pyetja e fundit, po na shohin shikuesit, u mor goja shikues. Ku të shohim ti pas 10 vjetëve? Ku kime jetu, ku kime vepru? A ka me bledi kush besionin? Me që nuk kam shku tikundi 10 vitet e kalume, mendoj se do t'jem këtu pari. Kur them këtu pari, e përmendem shpesh Tetovën, unë jam i Tetovës, po më shumë gravitoj në Shkup. A mund po të shon Tiranë? Me studion, po jam edhe në Tiranë, jam edhe në Prishtinë, nga pak jam edhe në vende tjera. Besoj se do të vazhdoj të jem këtu pari. Do të ishte okay. Besoj se do të vazhdoj të jem këtu pari dhe mendoj se edhe duhet të jem këtu pari. Dosh, kemi nevojë për ty. Edhe duhet të jem me që edhe ka mundësi të shumta që me që gjithë ky rajoni është në zhvillim. Edhe është interesante se nga këto përvoja, nga këto takimet që kam pas me arkitekt huaj, mbile më kujtohet një rast kishim një projekt vile në Majorka, edhe u taku me një studio, dy arkitekte, dhe ata bisedum për projektin, dhe më ne thanë, po bëhet fjalë për, sa ka, thuqe 10 vite, edhe më thanë, s'na gjetëm një mundësi si të vim atje, bëjmë diçka bashkë, se krejt prej atje sikur tentojnë të dalin perëndim, se thoshin këtu në rregull, se po atje ka një farë gjallërie, se janë vende në zhvillim edhe domethënë edhe ata shihnin këto vendet tona si vende ku mund të kontribosh për zhvillimin konkretisht urban edhe arkitektonik, po zhvillimin përgjithësi. Kështu që unë ti përgjigjem pyetje shkurt, veten e shoh këtu pari. Okej, shumë mirë, unë e u gëzova. Shve, muhabeti sjell muhabetin. Po e zgjasë veç edhe pak, shikues. E ke pa në Prishtinë tek posta që veç ka fillu me marë pamje xhamia. E mban mend kur në projekt ka qenë me u zgjedh me Zaha Hadid, yllit arkitekturës, që pa të boni super plan, sepse vendi aty s'ka vend, është posta, është ambulanta, jo ndërtesat, jo ndër shtëpia, që për fat keq dëgjova sot që edhe ato shtëpia kanë me i prish shkaku xhamis. Domethënë ishte një plan i Zaha Hadid ku ishte si nën tokë ajo. Domethënë nëse hajde Shqipëria ka Bregdetin edhe kanë arsye pse shkojnë turistët. Unë mendoj që kjo lloj xhamie që Zaha Hadid e pat sjell, projektu domethënë, më mendoj që kjo do sillte shumë turist nga anë mban bota. Po çka me bë që korrupsioni gjithandej edhe pazare të ndryshme, edhe po bëhet një xhami domethënë e stilit otoman. Shekuj më parë që ekzistojnë, na shkojmë në Stamboll dhe vizitojmë, ajo po bëhet 2026 në Prishtinë. Një koment të lutem si arkitekt dhe për Zaha Hadid, ata shikues që nuk e dinë kush ka qenë ajo.
Zaha Hadid është një arkitekte, ka qenë një arkitekte e cila nuk është mesin ton fizikisht, po veprat e saj, punimet e saj dhe studio e saj vazhdon të jetë aktive edhe sot e kësaj dite. Edhe është interesante se si thati tema që se si se ka qenë shumë e veçantë, kur them e veçantë, qoftë si karakter, po edhe si vizionare dhe mënyrën se si e ka pas pa jo hapësirën edhe botën. Dhe është interesante se si mundet studio e saj, e cila nëse s'gaboj numëron të 400-500 vetë, nështë tani, e vazhdon të kultivoj frymën, këtë frymë që e ka pas ajo që në moshë të reme, që me atë vizion që kishte ajo njihej që në vitet e 70-ta. Fakti që Prishtina ka pas një shans për të realizuar një vepër të saj, dhe atë ka qenë në kohën kur ajo ka qenë ende e gjallë, është, mendoj, si them, mëkat, humbje e madhe? Mbase kisha thënë, po, mëkat, edhe humbje e madhe. Është interesante se diku në ato vite plus minus, 2-3 vite ndoshta përpara, edhe në Tiranë kishte një konkurs për një xhami, edhe atje ka pas konkuru Zaha Hadid, po edhe atje nuk është se e fitoi konkursin. Ajo që është në qendër, edhe ajo. Fillimisht ka qenë një vend pak më ekspostuar më nga teatri, objekti teatrit edhe operës. Po është xhami që po flasim që është në qendër, edhe ajo stil turk otoman. Pra njëjtë, biznesi i njëjtë, apo kupton? Pazaret e njëjta. Po. Unë nuk i di të them drejtën këto prapavici që thuti biznese kështu, po me siguri ka të bëj me diçka tjetër, me influencë. A ka pëlqy projekti Zaha Hadid? Absolutisht. Për mu ka qenë. Absolutisht. Të më thënë, unë po kaloja me vetur sot, tash o zot zdi, dhe më thënë. Jo vetëm ajo, ti them, ana vizuale pamore e projektit, po edhe koncepti mbrapa, i cili mbase nuk është se lexohet, po ndjehet ajo lokale, se si ka marrë disa elemente lokale që ti interpretoj dhe inkorporoj të ky propozimi që e pa dhënë. Edhe ishte mbreslonse. Nështë ana herë shikues kemi u vedisu, e ta dojmë më shumë vendin edhe vetveten edhe njerëzit që i kemi. Për mu ishte shumë kënaqësi që t'intervistova dhe të dëgjova. Besian edhe 5 orë me ty, ma merr mendet që shikues po thojnë po, në vërtet, më shpesh kësi musafira, unë mundohem gjithmonë me i zgjedh të ftuarit, edhe po më vjen mirë që më shkoj ideja me të pas të shija anës të sezon, Besian. Shumë faleminderit, ka qenë kënaqësi. A kalove mirë, ke marrë pak rrugë, je i lodhur, je i ngarkuar me dia ato? Jo. Po, unë kalova shumë mirë. Edhe unë ishte shumë një edhe biseda, edhe ushqimi, edhe ambienti përgjithësi shumë i këndshëm. Faleminderit, ma veç harova me të vetë, qysh vendosëm u bë arkitekt, me ulin, u rritën të to, me kaldërmin, me të tonë, me malin sharra, aty me atë ajër të pastër. Në fakt që në fëmiri, si duket kam shpreh kështu, si them, kam qenë vizatus që si fëmijë, edhe më kujtohet bile edhe mësuesi edhe arsimtari që nuk e di vit klasën e 5 edhe 6, më ka pasur thonë se mbase duhet ta mendosh se duhet bëhesh arkitekt. Ka qenë diçka që ka ardhur nga brenda, nuk është se e kam menduar ndonjëherë të bëhem diçka tjetër. Kështu që nga ana tjetër nuk kam ndonjë nga familjarët tjetër arkitekt. Se ndodh shpesh që ndiqen hapat. Sa është? Po nga ana tjetër kam vllajën e madh nga dhënimin, dizajner grafik, nga i cili po ashtu kam kam pa si dikush nga i cili jam inspiru sigurisht. I cili donë helikopterat shumë, si fëmijë ka bëu edhe maketa. Edhe unë kam qenë nga ato. Edhe ti ke qenë nga ato? Kam haruar. Kënaqësi edhe një herë, unë them ta mbyllim misionin bashkë. Po. Okej, po shkojmë marketing shpës, në Ndërron në Kalani, kthehemi për të dhënë fund emisionit për sot.
Shikues, jemi kështu krejt fund të emisionit tonë, u rikthyem nga marketingu i fundit, po du më falenderoj juve që keni qenë çdo të diel, edhe sot keni qenë me neve. Krahun tim të djatë Besian Mehmeti, një prej arkitektëve thash disa herë, Duken si shef me Dukesh si shef, e vërtet, tamam, kështu me të futur Shef Bruno. Kush është Shef Bruno? Shef Bruno është një nga shefët më të mirë, i vetmi restoran Michelin star që kom vizitu në Paris, me ngadnimin, rastisht. Dy Le gurmanat? table quaj. Edhe ishte kështu. Ajo ju ka përshtat kësot, da? Faleminderit Alberto, faleminderit produkteve italiane. Sot kishim orizin, arborio nga Scotti, një super risotto ishte, ha? Fantastike. Se dikush sa zgjutash, futuri në YouTube dhe mësoni me këpurta. Argo Group me ujin Tepelin dhe langun Santal, Jana Isufi për flokët dhe grimin, Sakim për punën e palotshme me shumë kamera dhe me roningin këto, Tulipan Flower Shop për lulet, Besian Mehmetin që ka vozit nga Tetova në kjo orë sot, faleminderit shumë, Nga Tetova në Shkup, nga Shkupi këto. Reson të këto. Tre Dhe duhet kthehem. A dosh më këthja? Po, më presin klientët. Kjo punon shumë. Qa me bu? Inshallah Pa kus të cilët malet puna. s'kishim bërë asgjë. E vërtet. BMA Architects, Besian Mehmeti Architects, ja kanë haku për fat keq faqet në Po Instagram. kemi hap një faqe të re. Një tre, po haj, tregon në shkurt, edhe ta bëjmë follow shikus. BMA.projects. Projects. Është faqe e Instagramit. Unë po Është të e më vërtet ja kjo- këthy faqet, inshallah ti kthena. Inshallah. Po më dhima. Kam besim të ti. Gjuna, inshallah. A kalove mirë? Shumë mirë, fantastike. Ama tash po shkojmë me pi kafe. Po vim Do ta pim nga një kafe, e mandej rruga marrë të tov, nështë ta merr me veti, po vijet unë të tov. Hajde. Hajde, po kry. Kaloni mirë shikues. Ciao.